Trajneri fitnessit dhe nutricisti Besnik Humolli thekson rëndësinë e një ekuilibri në ushqim gjatë iftarit, duke këshilluar që të mos teprohet me ushqimin dhe të sigurohet konsumimi i ujit. Ai sugjeron që frutat të konsumohen pas iftarit dhe që ushqimet të mos përzihen. Fillimisht do të mu përgatit psiqikisht edhe me mu pajtu që për një kohë caktuar, sa janë 14-15 orë, s'kemi më ushqy, që në mënyrë pastaj edhe trupi, kur përgatitesh psiqikisht, edhe fizikisht trupi e përballon shumë ma lehtë. Kjo mendoj është gjëja e parë që duhet me bë, çdo njeri, pastaj normal edhe ushqimi me përmbajt karbohidrate, po jo teprume, siç janë brumrat edhe këto tjerat ushqime tradicionale që i përdorim ne, me qenë një ushqim pak më i balancuar, me pas një sasi të frutave, po ashtu që më hidratu trupi, edhe me pas ujt mjaftueshëm, sasi të ujit, kështu që po ashtu për iftar është mirë mos me tepru me njëherë me sasi të madhe të ushqimit, kur dihet që për një kohë gjatë organizmi ka nejt pa ujë edhe pa ushqim, fillimisht me startu me diçka të lëngshme, siç është uji ose naj supë. Se përket ushtrimeve gjatë agjërimit, ai rekomandon që pas iftarit është koha më e mirë për të ushtruar. Për ata që ushtrojnë gjatë agjërimit, ai këshillon që të ulin intensitetin, pasi konsumimi më i ulët i ushqimit ndikon në performancën fizike. Sa i përket ushtrimeve është mirë pas iftarit me ushtru, mirë po edhe ata që ushtrojnë para iftarit, që s'kan thjesht mundësi me ushtru pas iftarit edhe dojnë me ushtru para, duhet patjetër me kanë intensiteti më i ulët i ushtrimeve, sepse mungesë të ujit mund me psu shtangime në ushtrime, monët gërsha që i thomi ne, po ashtu gjatë kohës kur jemi me Ramazan, do të thonë niveli i sheqerit në gjak është pak më i ulët, kurse nëse ti shkon me një intensitet më të lartë stërvitje, atëherë do të bjen niveli i sheqerit në gjak edhe do të vjen deri te kollabimi, do të kanë herë edhe me ndëgju edhe trupin. Shumica e din që kanë një nivele të larta të yndyrës, për shembull edhe në trup, e kam fjalën gjithë ato janë rezerva, për që momentin që shkrihen ato, trupi ka energji të mjaftueshme për mu stërvite për të gjitha. Megjithatë, përgatitja psiqike luan një rol kyç për të kapërcyer vështirësitë fizike. Në përgjithësi, ai rekomandon që gjatë muajit të Ramazanit të ushtrohet rreth 4 herë në javë për të mbajtur një ritëm të shëndetshëm. Tri herë në javë deri në 4 herë në javë është e mjaftueshme. Përgatitja psiqike që shpesh herë mund ato fizike. Thjesht nëse përgatitesh psiqikisht, mundesh mu stërvit me të njëjtën edhe me pas të njëjtën performancë, tash varësisht tash krejt edhe prej ushqimit që ti e zgjedh me konsumu. Nëse veç e ndryshon komplet ushqimin gjatë kohës Ramazanit edhe normal edhe e zvoglon intensitetin e stërvitjes, patjetër që do të bie performanca e sportistit. Mirë, po nëse ushqimin e mban qysh je ushqy më herët, edhe stërvitjen po ashtu pas iftarit e mban me të njëjtin intensitet, atëherë kemi arrit me mojt edhe performancën.